E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi për të komentuar një ngjarje që në fakt ka ndodhur papritur brenda jetës së lëndrimit banorit të shtëpisë së Big Brotherit, ku në fakt ka ardhur reagimi i familjes për lajme të cilat janë të rreshme në tituj. As nuk du meni për to, babi refuzon të flas për lëndrimin, gazetarja jep detaje. Do me thënë, në një nga televizionet në Kosovë ka dalur një lajm sikur babai i lëndrimit nuk dëshiron të flet për lëndrimin, por ka ardhur me njëherë një reagim i cili ka marrë një vëmendje jashtëzakonisht të madhe, ku shkrua: reagim, për disa klikime dhe për pak fan, nuk e ulni askënd me dezinformata tuaja. I vetmi nivel që bie është ai juaj profesional dhe njerëzor. Babai dhe gjithë familja e lëndrimit e kanë dëshmuar për krahjen e tyre gjatë gjithë jetës dhe veprimtarisë së tij. Ata kanë qenë dhe do të jenë gjithmonë pranë tij, me apo pa kamera, me modesti dhe me dinjitet, ashtu siç duhet të përkrahë çdo prind fëmijën e vet. Lëndrimi çdo ditë dëshmon kulturën dhe edukatën e tij që janë pasqyrimi i punës, vlerave dhe meritave familjare. Kur lëndrimi kishte 100.000 ndjekës, të parët ishin babi edhe mami. Sot më shumë më tepër ndjekës, për të cilët jemi mirënjohës që e duan për atë që është, dhe lajme të tilla nuk e ulin dhe as nuk e zbejnë imazhin e tij. Faleminderit të gjithëve për mbështetjen, ku më pas shkruajnë: nëse kjo ishte vëmendja që kërkuat, gëzojeni, sepse në fund ajo tregon më shumë për ju se sa për ne. Sepse deri në fund për përgjigjen tuaj. Dhe ju lutemi mos na shqetësoni më, sytë tan janë te ikona e këtij bigut lëndrimit, jo tek zhurma fake për të fituar klikime. Puç blok e keni. Do me thënë, ka dal një lajm që lëndrimi nuk ka marrëdhënie dhe nuk flet me familjen e tij, babai i tij nuk e don, do me thënë është një gjë që ka ndodhur për klikime, por familja e lëndrimit kanë bërë dezinformimin e këtij lajmi, do me thënë kanë bërë dezinformatën që kjo është një lajm i rrejshëm dhe kanë treguar informacionin e vërtet. Unë jam kundër këtyre njerëzve të cilët shkruajnë tituj skandaloz vetëm për disa klikime, por ja që ka ndodhur.